dashur të them që problematika e ujësjellësit është thjesht kjo. Po shqyr fal punës jashtëzakonshme të punëtorëve atje, edhe qëndrimit ditë-natë mbi kokë të kryetarit të bashkisë, prefektes, edhe të drejtorit përgjithshëm që shkoi në Vlorë, edhe fal faktit që mundëm të marrim këto pajisje në Turqi, defekti u riparua. Po natyrisht që ujësjellësi në Vlorë dhe në gjithë Shqipërinë është një sektor që është në reformim e sipër dhe që do të kërkojë akoma investime, do të kërkojë akoma punë dhe durim, sepse është më, e kemi gjetur në hyrpamja e situatës që kishte, më keq se sa vetë energjinë. Por me ndryshimet që kemi bërë, me sistemin e ri që kemi krijuar, besoj që do të shkojë duke u përmirësuar dhe besoj që brenda kësaj dekade problemet tërësore të mëdha do jenë mbyllur. Besoj. Kam besim. Po ecim edhe me një pyetje për aeroportet edhe pastaj. Ka disa pyetje në fakt për aeroportin e Vlorës. Todi Hodaj pyet kur hapet, është një tjetër qytetar që pyet kur fillon ndërtimi i aeroportit në Gjirokastër, edhe vjon me pyetjen që cilat janë planet për sezonin turistik 2026. Për sa i përket aeroportit të Vlorës, për fat keq, me keni ndjekur, ka pasur një konflikt brenda kompanisë mes aksionerëve, të cilët kanë arsye dhe dinamikat e tyre, por puna ka vazhduar dhe ne dëshirojmë shumë që të respektohet kontrata. Unë dëshiroja shumë që të respektoj fjala sipas cilës aeroporti do të hapej këtë vit. Fjala nuk u respektua. Tani të respektohet kontrata që është pranvera e vitit të ardhshëm. Aeroporti i Gjirokastrës është përgatitur procesi, edhe besoj shumë shpejt do të hapet gara.